Tensionet e fundit në lindjen e mesme porrisin presionin mbi tregjet ndërkombëtare, ndërsa diskutimet mbeten për një val të re inflacioni që pritet të shtohet edhe në Shqipëri. Eksperti i ekonomisë Zef Preçi në intervistë për Skan Televizion theksoi se goditja e parë nisi nga nafta, por efekti përhapet me shpejtësi në çmimet e produkteve ushqimore, duke prekur drejt për drejt shportën e konsumatorëve. Në një ekonomi të hapur si Shqipëria, çdo luhatje në bursat ndërkombëtare reflektohet pothuajse menjëherë në tregun vendas, ndërsa familjet shqiptare mbeten ndër më të ekspozuarat në rajon për shkak të peshës së lartë që zën ushqimet në buxhetin mujor. Është fakt i njohur që ekonomia jonë kombëtare është një ekonomi e hapur, do të thotë që ndërvepron me vendet përreth, kryesisht vendet e Bashkimit Evropian, që janë partnerët kryesorë në shkëmbime tregtare, investime e tjerë, duke filluar me produktet energjetike. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për produktet ushqimore. Historia e pandemisë dhe agresionit rus në Ukrainë ka provuar që ekonomia jonë është ndikuar nga rritjet e çmimit, kryesisht energjia dhe dritrat, dhe në të njëjtën kohë prekesimi i statusit social-ekonomik të bashkëdhetarëve tanë që punojnë dhe jetojnë në vendet perëndimore ka pas ndikimin e vet kryesisht në investime më shumë se sa në prurjet e remitancët, pra prurjet monetare të migracionit, për shkak se ato vazhdojnë të jenë në ritme të larta. Sipas Preçit, problemi serioz i ekonomisë është që kur çmimet ngrihen në tregjet ndërkombëtare, ato reflektohen menjëherë në tregun e brendshëm dhe kanë sinjale që tregtarët e shumicës apo pakicës do të tentojnë t'i rrisin dhe në të njëjtën kohë, kur kriza kalon, ato nuk korrigjohen në kahun e kundërt. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për paketën ushqimore apo mallat e shportës. Është fakt i njohur që Shqipëria në këtë lëmin, në këtë fushë, është ndër vendet që kanë peshë më të lartë të shpenzimeve mesatare të familjes, sipas donave zyrtare. Kjo shifër luhatet diku midis 47 dhe 49%. Pa fol për grupe sociale siç janë të moshuarit, pensionistët që kanë një peshë shumë më të lartë për shkak të ardhmeve minimale, pensioni mesatare është diku te afërsisht 200 euro, kështu që në këto kushte pritet të ketë një ndikim i cili në thelb do të kishte qenë mirë të ishte korrigjuar më herët në politika pro zhvillimit, prodhimit të vendas dhe mendoj lehtësisht që mund të bëhet për sektor të caktuar të ekonomisë konkrete. Ndër të tjera, eksperti ekonomisë Zef Preçi thekson se mungesa e mbështetjes së qëndrueshme për prodhimin vendas nga blegtoria te kultura strategjike si gruri e bën ekonominë shqiptare më të ndjeshme ndaj goditjeve të jashtme.